I gjithë vendi vijon të përballet me situatë rënduar sa i përket rreshjeve, edhe pse situata në disa qarqe ka nisur të përmirësohet për shkak të tërheqjes së lumenjve në shtratin e tyre, në disa qarqe të tjerë nuk mungojnë problematikat. Në veri dhe juglindje të vendit ka nisur edhe rreshjet e borës, duke krijuar vështirësitë e para në qarkullimin e automjeteve. Vijon të jetë rënduar situata me përmbytjet në Lezhë, në zonën e Spitenit, Treshit dhe Zejmenit, shumë toka dhe stalla ndodhen në ujë. Ndërkohë kjo është situata në zonën e Borbullojës, ku vijon të ketë prezencë të madhe ujë, edhe pse niveli është në rënje, aktualisht toka dhe disa banesa mbeten të rrethuara nga uji. Në të gjithë zonën, qindra hektar tokë dhe mbi 100 banesa janë përmbytur nga uji për shkak të çarjes së argjinaturave mbrojtëse dhe mos funksionimit të hidrovorëve të kanaleve të ujrave të larta. Qarku i Korçës ka regjistruar rreshjet e para të borës. Zonat malore duke përfshirë Dardhën, Vidhkuqin dhe Shtyllën në lartësinë 1000 metra mbi nivelin e detit, janë zbardhur nga bora, ndërsa kontraktorët janë duke punuar për mirëmbajtjen e rrugëve. Aktualisht rreshjet janë të lehta dhe qarkullimi i automjeteve zhvillohet normalisht pa probleme të raportuara. Edhe në qarkun e Shkodrës ka nisur rreshjet e borës. Në aksin Hanioti, dogana Vermosh ka pasur rreshje dëbore gjatë natës në lartësi mbi 1000 metra, por pastrueset janë vendosur në punë, ndërsa nuk ka patur probleme në qarkullim. Në aksin Bog-Theth, bora ka vazhduar pothuajse gjithë natën me intensitet. Trashësia ka kaluar 40 cm, ndërsa po punohet për të siguruar qarkullim të rregullt të automjeteve. Ndërkohë, për shkak të motit të keq, zona e Kelmendit që prej mbrëmjes së të shtunës është pa energji elektrike. I gjithë territori i qarkut Kukës vazhdon të jetë i përfshirë nga rreshje shiu, ndërsa në lartësinë mbi 750 metra ka dhe rreshje bore duke përfshirë disa fshatra të bashkisë Kukës, Has, si dhe në Valbone Lek Bibaj të bashkisë Tropoj. Rreshjet e borës për momentin nuk kanë krijuar probleme, ndryshe paraqitet situata me rrëshqitjet e gurve dhe dherave, cilat janë shfaqur në disa akse kombëtare. Problemet më të mëdha me qarkullimin vijojnë të jenë në zonat e thella malore. Në disa prej fshatrave të njësisë administrative Arën, rrugët mbeten të bllokuara nga rrëshqitjet e dherave dhe gurve. Rreshjet e shiut kanë vijuar edhe gjatë natës së të shtunës në të gjithë territorin e qarkut Dibër. Në bashkinë Mat ka pasur rënje të gurve dhe inerteve në disa rrugë, por që janë pastruar nga kompanitë kontraktore. Gjatë natës në lartësinë mbi 1000 metra rreshjet kanë qenë në formë dëbore, por pa shkaktuar probleme. Rreshje bore dhe ulje të temperaturave gjatë natës ka patur edhe në zonën e malësisë së Krujës. Fshatrat si Shkreta apo Qafshtama janë gdhirë të mbuluara nga bora. Niveli i borës shkon deri në 10 cm dhe përveç mungesës së energjisë në disa zona nuk raportohet për rrugë të bllokuara apo problematika të tjera. Në qarkun Fier situata ka nisur të përmirësohet disi pas uljes së nivelit të lumenjve Vjoz dhe Seman, ndërkohë që ka nisur të dalin në pa edhe dëmet e para. Edhe në qarkun Vlorë, situata ka nisur të përmirësohet falë rënies së nivelit të lumit Vjoz. Sipas matjeve të fundit, niveli i lumit ka zbritur në 4 metra. Me tërheqjen e ujit, tashmë ka nisur të dalin në pa dhe dëmet e shkaktuara. Dalja nga shtrati i lumit Vjoz ka shkaktuar përmbytjen e të paktën 28 banesave në Mifol, ndërsa banorët kanë akuzuar strukturat shtetërore për situatën e krijuar. Rreshjet e shiut shkaktuan dëme të mëdha edhe në bashkinë Sarandë. Në Çuk kanë nisur përpjekjet për riparimin e dëmeve në argjinaturën e basenit të lumit Bistrica. Kjo zonë pësoi dëme të shumta në bagëtitë e imta me rreth 700 krerë të ngordhur, rreth 2000 pula të ngordhura si dhe 15 magazina me ushqim për kafshë të përmbytura.